Qendra tregtare ETC ka përzgjedhur fituesit e 67 shpërblimeve ku premia kryesore ishte një vetur. Kësaj radhe tërheqja e shpërblimeve është bërë në Ferizaj. Tërheqja ishte publike dhe monitoruar edhe nga përfaqësues të administratës tatimore të Kosovës. Menaxherja e ETC-s në Ferizaj, Blerina Sopa, tha se kjo qendër përmes lojës shpërblyese po mundohet të shpërblej konsumatorët e saj. Tashmë ETC e ka bërë tradit mi shërby konsumatorët e vetë, për çdo muaj i shërben konsumatorët me një pikë shitjes. Kësaj radhe ka qenë pika ETC Ferizaj, ku janë përmbledhur të gjitha kutit për të gjitha pikave dhe është bërë tërheqja e shpërblimeve. Shpërblimet kanë qenë 30 thithse, 30 setat porcelanit, premia ka qenë një vetur Citroen Elise. Edhe 7 shpërblime tjera. Patlu me kësaj radhe, u kanë një banori në qytetit Suarekës, Elmi Berisha, e ka fitu premin e ETC-s. Sopa tha se numri i madh i kuponave tregon që ETC-ja është korrekte në tërheqjen e shpërblimeve. Ajo pohoi se kjo lojë shpërblyese do të vazhdojë edhe në muaj tjerë në të gjitha komunat e Kosovës. Vazhdon edhe muaj tjerë në për qytetet Kosovës. Sigur kësaj radhe që kena pas në fatin, muajin tjetër do ta ketë në pikë tjetër në për Kosovë. Po fakti që kutit janë stërmbushura me kuponat lojë shpërblyese, besoj që kanë besim tek ne, edhe janë shumë lojal. Po përzgjedhja e fituesve bëhet në prezencë juris, ku gjithmonë në juri është edhe një inspektor i ATK-s prezent, edhe kësaj radhe kanë qenë prezent. Juria është përbërë për 3 veta, ka qenë gjithçka reale, ku tërheqja e shpërblimeve është bërë përmes konsumatorëve të rastit. Qendra tregtare ETC ka 17 degë të saj në qytete të ndryshme të Kosovës.